Kona e 18 vjeqar, 17 vjeqar, ka thonë për një 50 vjeqar. Aja ka qenë e padri. Mua di sotë e kom bërë për krime dhe domët e luftës pa din gjyq. Baca, mundesh me më kallëzu në fillim për jetën e fëminisë tonë. Çfarë jetë e keni bërë kur je koti fëmijë dhe a ka dallim çysh je rrit ti për shembull me çysh rriten fëmia sot? Po, është dallim jashtë mendoj unë është i pakrahasues. Rrethonat përpara kanë qenë shumë që më thonë ka qenë varfënie e madhe, s'kame. Nuk ka pas dallime sikur tash në këtë kohë. Edhe kushtet e shkollimit të parë i kanë kushtuar shumë rëndësi shkollimit, se shkollimi është një dritare e madhe për një komb. Do thotë në atë kohë, për shembull ka luajtur rol edhe pozitiv shumë si hoxh, si sheh, si prift, gjitha lëmidhja kanë dhënë atë kontributin e vet. Unë veç muj me thonë si për shembull për me cek hoxhën të madhin Mulla Zek Bërdyni. Ai ka qenë një hoxh, ai një ka qenë mas poetikë në është kombi. Po, kur e ki kombin, ata zakonisht plesht rrujnë kombit i kanë thonë vatanin edhe atë dhejun, kur e ki në krizë, do të thotë ajo është në dy edhe fejnë, ai ka qenë edhe për flamur në Goliotok. Për shembull i kanë bërë pyetje kështu se di peceku për herë të parë kështu si i kanë thonë hoxh, ama më rëndësi është me ndërtu një xhamia në shkollë. Si më rëje çka e të foltë ti kështu? Shkolla ta mbaron edhe xhamin, të ta mbaron edhe kishën. Edhe teçën. Do thotë ai ka dhënë rëndësi në një. E veçanërisht edhe ai edhe Mulla Ramosh Shatri, ata edhe konë të zakë për çështje kombëtare, për flamur, për gjithë ato i ka thonë, e veçanërisht shkollimit. Edhe s'muj pa e përmend edhe Mulla Is Haxhi ai. Ai ka dhënë një kontribut jashtëzakonisht. Ato kanë të urdhëruar se konë ditë vështira se në okupim në aspekt historik i bjen koha Rankovićit. Ata kanë pas një memorandum të Akademisë Shkencave dhe Arteve Serbe për shkombëtarizimin, për shpërnguljen e shqiptarëve nga këto troje etnike. Për shembull, ti merr me mend këtë luginën e Nishit ata kanë zbraz. S'ka shumë e dhimbshme, ka pasur një marrëveshje ndërshtatnore, ti u dosh më shku në Shkup, për më shku në Shkup, edhe ka thonë ti më thonë që je turk elhamdulillah. Faktikisht ai s'kon turk, por kur shkoi ja ka gjetur emrin Arnaut. E ky u dosh me në shku këtu për shpërngulja se ka qenë për shembull aja Garajshanin Çubriloviçi për shpërnguljen e shqiptarëve, pasimin etnik në Kosovë, më shumë fjala. Edhe tash ti ku ti thush një Shqipnis, këtu është një dallim. Ati Shqipnisët qërtët ne ke pas ma vështirë se ju në Jugosllavi. Faktisht koha e Rankovićit edhe koha e Miloševićit janë për shkombëtarizim jashtëzakonisht të madh. Në kohën e tij s'ka pas, ç'më thon, kanë përfituar koha për shkak të rëndësia që i ka dhënë arsimit, se shumë rëndësi të madhe të arsimit i ka dhënë Fadil Hoxha, gjithë këta krerët përpara. Ata se më serb që na tash edhe jem çfarë probleme kemi më serb. Ka një politikë jashtëzakonisht të hidhur, të keqër edhe në atë kuptim poshtrues. Shkollimi ka ndodhur atëherë nënat tona kanë pas shumë fëmijë. Do thotë nënat shqiptare në Kosovë kanë fjalën ato janë heroina. Tash ti thot standard valla unë du djalin, çike 1, 2, ai 7, 8, 9, po ashtu edhe më shumë vujtje. Po e ka rrit se ka edhe ka rrit më shumë se sot edhe shkollim më gjys apo nga gjys kputuce se pak ka pas atë. Tash jo shumë është sipas mendimit tim është një dallim, po tradita zakonat që kanë në aspekt pozitiv, se për shembull është negativ për shembull kur pe dëgjojnë akona e 18 vjeçar, 17 vjeçar ka thonë për një 50 vjeçar. Ai ka qenë e padri. Drejta e lirit e ferme, po ai ka qenë jeta patriarkale, mos më ia thy fjalën erën familjes, edhe ka pranuar. Baba kur ka thonë, po mendoj e ka feju ose ka thonë ndjep e kanë feju. Kanë feju atë janë shumë dhimbshme. Tash gjithku shikon në atë kuptimin edhe familjarin janë shumë për nga afërsia. E tash jo, tash jetë, po njëherë i kanë pavet bashkë këtë hoxhën, po du me cek këtu, i thojnë hoxhë, qysh të ju shqiptarët vetë ku dëni me nëzon nusën.
apo doni të të menzonë të duhet me këqikone ka daj, nip, e veçanërisht atëherë kanë këshyrë, bërë me çfarë vizioni kanë pas, edhe ai gjyshja, nona e tia kanë pas tomën mbi dhon fëmis. Edhe kur e kanë feju e vetën një hoxh, një kësi, një malazez, thëtë, qështë të hoxh, thëtë ju, shpenzoni edhe shumë të qashtu konë. Pse shpenzoni shumë të e shqitin një tokë për menzoni nuse. Një grua konë shumë atërë. Thëtë, aje e priti, tha hoxha, tha, po, tha, veç ju qysh, jënë 2 sene këtu, thëtë. Ju qysh njoftoni shpejt, martoni shpejt, edhe ndani shpejt edhe pa burra. Të shqiptarët ka qenë onë pozitive. Tash për shembull sa më i madh që është civilizimi, i ka edhe onë degenerimi. Për arsye se për shembull, atëherë ai ka qenë në një mënyrë pak pozitiv se 2 sene lëshohet gruaja. Një nëse është për hajni, nëse vjen shtëpinë, edhe ajo se e formon themelin e vet, familjen e vet. Edhe në atë kuptimin nëse është kurvni, është më këto, bën dashni me tjetër kona. S'është kur e ke nuti kryt një stek më të, e ki shokun e jetës, e këto 2 sene. Dhe sigurim a eret që të dyja e në ko ma pak. Po, unë për shembull jam mu kum kara, kom dhënë drejtën familjare të Akademik Syria Popovci. Edhe na e kem pas në atë kohë, në Fakultet Juridiko Fjolla, vejnë e parë një Jugosllavi e kem pas mosshkolorizimin. Shumë është interesant. Tash ne i rritëm, tash është, jo të ish, po tash edhe mesatarës të Evropës i afrohem na për shkolorizim. Shumica bojnë për shembull ndojnë kunora që prishin këtu në shtësinë, dhe rrethonat ekonomike, edhe këto lufta na kanë dëmtuar se ka bë krime, krime kundër njerëzimit edhe gjenocid. Se krime lufte kur konventet e Gjenevës nuk përputhen as këshyrë. Krime kundër njerëzimit është kur ai e bën ndamjen, grathmi, pleq, plaka kështu. E gjenocidi ka kur një popull etnik e pastron në mënyrë etnike. Mënyrë etnike siç ka qenë Serbia. Që Miloševići aja ka pas gjithmonë gjenocidin, ai ka bërë krime edhe në një luftë, çu më thon, konflikt në Sloveni, pastaj ai më pak mbrojtja territoriale, ke më shumë hajde se ke më shumë serb janë ardhur në Kroaci. Aty ka bërë krime kundër njerëzimit, krime lufte, po edhe gjenocid, pastrimin tu i hek kroat pe ku kanë me banim më serb. Edhe normal atë bombardimi i Vukovarit. Tani veçanërisht gjenocidin Srebrenicën, Bosnë. E në Kosovë, grathmi 1400 janë cëllëfmi, 1420. I ofërsisht 1 milion ka bo pasimendik njerëz, i ka zbraz për këtu. Nëse 800.000 një vend, 200.000 ka dashtë, këto krime lufte mjerisht, ende nuk pak o bo këtu një vanes, po nëse aty ka qenë unë miku e Uleksi, se këtu dashtë tash ka formu, është çdo gjë e mirësore ky institut. Po mendoj instituti që kanë formu për krimet e luftës, për arsye se më mirë pak se edhe veçanërisht ai institut e luan rolin se edhe Këshilli për mbrojtje të drejtave dhe lirive të njerëzit. Krime dhe dëmet e luftës. Unë më i vishme me cek se i vetmi në komunën e Sokut e kom bërë për krime dhe dëmet e luftës pa dinë gjyq. Më rëmend tashti në komunën e Sokut janë gjithsejt kur e kom bërë tha duhet me pagu taksën, çështë tash për viktima civile lirohet më shumë më shkim. Edhe ata i kanë bërë atë 1800 lekë kanë pas për dëmet luft, do thotë për dëmet të pasurisë. Çështë kanë bërë ata? Kanë thënë molla, dardha, kumlla, e kanë nxjerr një numër aty. Sa që të merr na viti. Molla, dardha, edhe sa viti ja ka cek, edhe frutin, edhe kryesisht ata kanë bërë. Tash gjithsesi i ka 2820 lekë. Edhe ai ja çet merr me 5 Serbi pa din, ati si a lyp taksën, kjo është shumë e dhimbshme. A nuk ja lyp taksën, unë ku më shku për i vetmi, nuk kanë rregull, po na gjenerata, është pagu kjo, që është më thonë, ne duhet për ata që janë vra. Mu më ka vra baba, nipi, edhe shumë afre më konë. Nashta shumë njerëz dhe kom sek edhe në klan Kosovë, Baramati ne kem nevoj, për shumë për të një trajtim me psikolog, me në psiatës, se shumë njerëz dhe thëtë, konë për çfarë burri, ai ka traumat e luftës. Pak është, ajo që e bo kjo institut është i mirësardhë, një e dyta, a e ditë për me njek penalisht është prokuroria. Po baza provat materiale i merë edhe atë institut edhe mënyrë shkencore profesional. Nesër ne besojmë pritet që ditë matë mira për gjenocid, shumë mirë kanë që duhet me... Po, s'ka është me vështirë pak edhe kështu, se shumica që janë konë okular,
kanë vdek. Po, Edhe këtu ajo të ne është pak është ajo ngecja që ngecja shumë e madhe, ngecje, por nuk ka më mirë pak se që edhe këtu që i bën ato hulumtime në mënyrë shkencore, juridike i përcakton tamam saktësisht. Edhe janë ngritja veçanërisht për shembull ngritja e zërit që është ky Jahir Bejta është një jurist i jashtëzakonshëm, ka ku 75 vite ai, e ka ngritjen e zërit në nivel të Kosovës, e ka bën në dokumentar. Zia kemi po, ai ka bën jashtëzakonisht për krejt Kosovë, edhe krimet që janë bën, për shembull kom dëgjuar në Dubrava që çush e kanë bën krimet që e kanë bën, sikur jevrejt bre. Jevrejt mas sa vite tash 75 vite që kanë bën krimet fashizmi, ne aty i kanë hek ato gjithë ato krime janë sa njerëz janë të vrarë në ndurt e shtetit.